Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya ilahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirëploti. Falënderimet I takojnë Allahut të madhëruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, I familjen e tij pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhëruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 119 të surës Tauba, Allahu I madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha fakunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut dhe bëhuni me ata që janë të vërtet. Ky ajet I begat na porosit për dy gjëra shumë të rëndësishme për jetën e çdo besimtari. E para, devotshmëria ndaj Allahut fuqiplot, që do të thotë të jesh I vetëdijshëm për praninë dhe mbikëqyrjen e Allahut në çdo hap të jetës. Të ruhesh nga mëkatet dhe të jetosh sipas udhëzimeve të krijuesit Allahut të madhëruar. E dyta, shoqërimi dhe qëndrimi me njerëz të vërtet e të sinqert, sepse të qëndrosh pra njerëzve të vërtet dhe që thonë të vërtetën, të ndihmon edhe ty të jesh I vërtet dhe larg gënjeshtrës, hipokrizisë dhe devijimit. Drejtësia e vërteta dhe ndershmëria janë shenja të besimit të vërtet. Besimtari duhet të kërkojë shoqëri të mirë, që flet të vërtetën dhe e ndihmon në rrugën e drejtë. E vërteta është pjesë e qëndrueshme e devotshmërisë ndaj Allahut fuqiplot. Si e përshkruan profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe ehli bejtit I pastër, paqja qoftë mbi ta, të vërtetën, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: E vërteta është shpirti I të folurit. Sa madhështore, sa filozofike, kjo thënie e shkurtër e prisit të besimtarëve, por mjaft kuptimplot. Me këtë thënie, prisi I besimtarëve Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, na mëson se e vërteta I jep jetë, vlerë dhe kuptim fjalës. Ashtu si shpirti e gjallëron trupin, e vërteta e gjallëron të folurin, e bën atë të sinqert, të besueshëm dhe të dobishëm. Pra, pa fjalën e pa të vërtetën, fjala është e zbrazur dhe pa ndikim. Imam Aliu na fton që gjithmonë të flasim të vërtetën, sepse vetëm atëherë fjala jon ka peshë morale dhe vlerë reale. Imam Aliu përsëri ka thënë: e vërteta është përsosmëria e fisnikrisë. Me këtë hadith, Imam Aliu na mëson se thelbi dhe kuptimi I fisnikrisë njerëzore është e vërteta. Njeriu bëhet fisnik jo për shkak të pozitës, apo pasurisë, apo fjalëve të bukura, por sepse qëndron I palëkundur në të vërtetën, edhe kur ajo është e vështirë. Pra, përsosmëria e karakterit fisnik arrihet përmes të vërtetës, sepse ajo është themeli I ndershmërisë, drejtësisë dhe I moralit të lartë. Në një thënie tjetër, prisi besimtarëve pra Imam Aliu ka thënë: e vërteta është gjuha e së vërtetës. Kuptimi I kësaj thënie të Imam Aliut është se e vërteta është mjeti kryesor me të cilin shprehet realiteti dhe drejtësia. Pa të vërtetën, fjala humbet kuptimin dhe besueshmërinë. Ashtu si gjuha
shërben për të shprehur mendimet, e vërteta shërben për të shfaqur drejtësinë, besimin dhe sinqeritetin e njeriu. Njeriu që flet të vërtetën, në fakt flet në emër të drejtësisë dhe realitetit, ndërsa gënjeshtra është gjuha e së pavërtetës dhe e mashtrimit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, na mëson pra se e vërteta është shenja dalluese e besimit dhe e moralit të lartë, dhe se vetëm përmes saj fjala bëhet e pastër, e drejtë dhe e dobishme. I dashuri i zemrave tona, i dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: bukuria është drejtësia në të folur me të vërtetën, dhe përsosmëria është sjellja e mirë me sinqeritet. Hadithi ma thot pa se vlera e vërtetë e njeriu nuk qëndron te pamja jashtme, por te morali dhe karakteri i tij. Gjithashtu, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali me këtë thënie të bekuar na mëson se bukuria e njeriu shfaqet në drejtësinë dhe sinqeritetin në të folur, pra të thuash të vërtetën pa padrejtësi, pa mashtrim dhe pa hipokrizi. Kjo është bukuria e vërtetë, dhe jo zbukurimi me veshje të bukura materiale. Po ashtu profeti ynë i dashur na mëson me këtë hadith se përsosmëria morale arrihet përmes sjelljes së mirë të shoqëruar me sinqeritet, jo thjesht me forma të jashtme apo sjellje të shtirura. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, na udhëzon që fjalët tona të jenë të drejta dhe të vërteta, veprat tona të jenë të mira dhe të bëra me zemër të pastër. Njeriu fisnik është ai që bashkon të vërtetën në gjuhë me mirësi në sjellje. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali thekson se duhet të jepet përparësi etikës së brendshme ndaj pamjes së jashtme, dhe se morali i sinqert është shenja e besimit të vërtetë. Sa nevojë kemi në këto ditë për këto mësime madhështore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe të ehli bejtit të tij të pastër, ku shohim se gënjeshtra, mashtrimi, hipokrizia ka mbuluar shoqëritë njerëzore dhe e vërteta është e fshehur. Përsëri, i dërguari i Allahut, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: e vërteta sjell bereqet, ndërsa gënjeshtra është fatkeqësi. Sa madhështore dhe sa edukative kjo thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Ai me këtë thënie na mëson se e vërteta është burim, bereqeti dhe mirësia në jetë, sepse ajo sjell qetësi, besim dhe sukses, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Ndërsa gënjeshtra është shkak fatkeqësie, pasi ajo prish marrëdhënien, largon bereqetin dhe çon në pasojë të rënda morale dhe shpirtërore. Me këtë thënie, i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali na fton që ta bëjmë të vërtetën parim të jetës tonë, sepse ajo është rruga e sigurt drejt mirëqenies dhe e shpëtimit. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: stolia e të folurit është e vërteta. Të flasësh të vërtetën është bukurim për njeriu. Imam Sadiku na thot me këtë thënie se bukuria dhe vlera e fjalës qëndron te e vërteta. Fjalët, edhe nëse janë të bukura në formë, e humbin vlerën e tyre kur nuk janë të vërteta. Ndërsa e vërteta e zbukuron të folurin, i jep besueshmëri njeriu dhe e bën fjalën e tij të pranuar e të respektuar. Imam Sadiku pra me këtë thënie na fton që ta stolisim gjuhën me të vërtetën, sepse ajo është themeli i moralit, i besimit dhe i marrëdhënieve të shëndosha mes njerëzve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: mbahuni pas të vërtetës, sepse ajo është prej dyrëve të xhenetit. Sa madhështore për këtë thënie, sa edukative.
Pra të thuash të vërtetën, do të thotë të hysh në xhennet. Në Islam, të thuash të vërtetën dhe të jetosh me ndershmëri nuk është vetëm virtyt, por rrugë drejt lumturisë dhe shpëtimit përfundimtar në jetën tjetër. E vërteta është themeli i karakterit të lartë moral dhe udhërrëfyes për jetën e një besimtari. E vërteta është bukuri në fjalë dhe sinqeritet dhe përsosmëri në vepra. E vërteta, pasi thot i dashur i zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, është një prej dyrëve që të çon në xhennet. Inshallah qofshin të gjithë prej banorëve të xhennetit. Për sa i përket lidhjes së të vërtetës me besimin, profeti dhe ehli bejti, paqja qoftë mbi ta, kanë thënie të shumta të ndryshme. Prej tyre përmendim. S'ka dyshim pra se besimi ka lidhje të fortë me të vërtetën. Ajo, për vërteta është storia e besimit. Kur nuk bashkohet besimi me gënjeshtën. Imam Aliu paqja qoftë mbi ta ka thënë, e vërteta është tylla e Islamit dhe mbështetja e besimit. Gjithashtu, ka thënë, e vërteta është amaneti i gjuhës dhe storia e besimit. Në këto dy thënie, Imam Aliu paqja qoftë mbi ta na mëson pra se e vërteta nuk është vetëm një virtyt moral, por themel mbi të cilin qëndron Islami dhe është shenjë e gjallë e besimit të vërtetë. Pa të vërtetën, as fjalët dhe as besimi nuk kanë vlerë të plotë. Profeti dhe ehli bejti, paqja qoftë mbi ta, na porosisin që gjithmonë të jemi pra të vërtetë në të folur. Dhe gjithmonë të shohim pra njeriun a e thotë të vërtetën apo jo. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ka thënë: mos shikoni vetëm te shumësia, te shumtë e faljes së tyre, agjërimit të tyre, haxhit të tyre, bamirësisë dhe përmendjes së zëshme, me zë të Allahut gjatë natës, por shikoni te e vërteta në të folur dhe dorëzimi i amanetit. Pra, profeti na thotë që nëse dëshironi ta njihni mirë një person, mos shikoni faljet e shumta, agjërimet e shumta, haxhin, bamirësinë, përmendjen me zë të Allahut gjatë natës, por shikoni te e vërteta në të folur dhe dorëzimi i amanetit. Pra këto dy shenja. A thotë të vërtetën ai njeri? A e dorëzon amanetin që është lënë? Këtu njihet njeriu tamam, sipas profetit Muhammed. Ndërsa Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, vërtet, Allahu i lartësuar nuk ka dërguar asnjë profet përveçse me detyrën për të folur të vërtetën dhe për të dorëzuar amanetin, si ndaj të mirit, ashtu edhe ndaj të ligut. Pra kushdo qoftë ai njeri që të lë një amanet, i mirë apo i keq, i lig, është detyrë që t'ia kthesh atë amanet. Dhe kjo është për shenjave të besimit të lartë. Veprat e jashtme, si falja, agjërimi dhe haxhi, janë të rëndësishme, janë obligime, detyra, por nuk vlen pa të vërtetën, në të folur dhe pa ndershmëri në rrugën në ruajtjen e amaneteve. Nuk vlen to. Nuk përputhet adhurimi me gënjeshtër, me mashtrimin, me hipokrizin, as edhe një herë. Prandaj, këto tipare, ruajtja e amanetit dhe e vërteta në të folur, janë pra tipare themelore të çdo profeti dhe të çdo besimtari të sinqert. Të dashur vëllezër dhe motra, e vërteta të shpëton. Këtë e thot Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në një hadith
të tij, i cili ka thënë: e vërteta të shpëton, edhe nëse e ke frikë të vërtetën ta thuash. Ndërsa gënjeshtra të shkatëron, edhe nëse ndihesh i sigurt me të. Pra, e gënjen për diçka dhe ndihesh i sigurt, po kjo siguri është e përkohshme. Sepse do të vi dita që e vërteta të dalë në pa. Si thot populli, gënjeshtra i ka këmbët e shkurtra. Ehli Bejti dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi kanë edhe hadithe që flasin për të vërtetin dhe gënjeshtarin. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: njeriu i vërtet është në buzë të shpëtimit dhe dinjitetit, ndërsa gënjeshtari është në buzë të hunerës dhe poshtrimit. Sa madhështore, sa e vërtet, sa reale që është dhe kjo thënie pra e Imam Aliu paqja qoftë mbi të. I vërteti është gjithmonë pranë shpëtimit, pranë dinjitetit, ndërsa gënjeshtari është pranë hunerës dhe poshtrimit. E vërteta të çon drejt shpëtimit dhe dinjitetit, ndërsa gënjeshtra të afron drejt rënimit dhe turpit. Kjo thënie e Imam Aliut paqja qoftë mbi të tregon qartë pasojat morale dhe shpirtërore të sjelljes së ndershme kundrejt asaj mashtruese. Në një hadith tjetër, Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: e vërteta është përmirësimi i çdo gjëje, ndërsa gënjeshtra është prishja e çdo gjëje. Pra Imam Aliu në këtë thënie na mëson se e vërteta është themeli i çdo vlere të mirë dhe shpëtimi, ndërsa gënjeshtra është burim i çdo shkatërrimi. Këta pra janë thënjet e profetit dhe të Ehli Bejtit paqja qoftë mbi të për të vërtetën. Është detyrë çdo muslimani që të njihet me trashëgiminë madhështore të Ehli Bejtit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, sepse ata nuk janë thjesht emra, por janë rruga e profetit Muhammed, janë barësit e mesazhit të tij dhe sqaruesit më të mirë të këtij mesazhi të bekuar e të nderuar. Ehli Bejti janë të vërtetët e vërtet, prandaj të kapemi pas tyre, të njihemi me ta. Ata janë të pastërtit që Allahu i ka pastruar në ajetin 33 surës Ahzab, që thot vërtet: Allahu ka për qëllim që ju, o familje e profetit, t'ju pastroj me një pastrim të plot nga çdo lloj e keqe, nga çdo lloj gjunahu. Sa bukur na porosit Allahu i madhëruar në ajetin 77 të surës Ahzab, ku thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Që do thot: o ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. Sepse kur e thoni të vërtetën, ai pra Allahu do t'ju bekoj veprat tuaja dhe do t'u afal gjunahet. Çfarë mirësie të madhe pra. Kur thuhet e vërteta, Allahu na i bekon veprat, Allahu na i fal gjunahet. Dhe më pas thot: kush i bindet Allahut dhe të dërguarit, do të arrijë një fitore madhështore. Sepse Allahu është e vërteta absolute. Dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi është shembulli më i lartë i të vërtetës. Dhe kushdo që i ndjek pra rrugën e Allahut, rrugën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, do të arrijë një fitore madhështore. Dhe kjo fitore madhështore është hyrja në xhennetin e premtuar nga Allahu fuqiplot. Qofshin prej atyre që janë të vërtetë, e thonë të vërtetën dhe e përkrahin të vërtetën. Allahu
ju ruhet dhe ju bekoft ju dhe familjet tuaja kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju.